tjetri, ose që nuk pajtoni me mendimin e njëjtë, dhe nëse nuk keni replik, atëherë shkoj me pyetjen tjetër. Kështu që kjo është rrjedha e bisedës tonë për plot 30 minuta. E nisim. Hajde, cila po e nisnim? Hajde nisë. Po e nisë tash së largë. Nëse mike apo mikja juaj më e mirë ju thot që ka ndjenja ndaj jush, si do të reagonit? Nëse miku ose mikja juaj më e mirë, do të thoshte se ka ndjenja ndaj jush, si do të reagonit? Kam për vetë. Po, besart. Për krejt është pyetja, po e nisim me juve. Po, edhe argumentoje me qënë se ti konsideron se mundesh me qenë mik me dikon. Unë e konsideroj që mundesh me qenë mik me dikon të gjinit të kundërta kur janë, po si do t'ishte reagim? s'do me thonë që janë kretë njerës njëjtë edhe nuk ndodhë që mu dashuru njënin tjetrin, po a mundet me pas, miqësit vërtet, pa qasje romantike, kuptohet. Nëse kish ardhej të që kjo pikë, menoj që atëherë ishtë dashtë më kalëzu edhe ma shok se sa që e kanë dhe në qatë moment. Me këshilu, me qka do qoftë edhe me i tregu, që ti nuk i kje për shambull ndjenjat e njejta. Edhe përmes me marë në qafë, do të nashtë ta me mu distancu, mes me ma të shëshni. A kështë vazhdu mitësin e njejtë? Besoj në distancë dhe unë si natyrë, në përgjithësi me femna. E nuk hatë prej fillim. Po, i mund është mu për mu habit. Po, si natyrë femna që i konsiderej shumë shoqe, mas pari nuk kam komplimente për të, është interesant, komplimente fizikisht nuk ju dha. Vetë nuk më vjenë, po, vetë se vrinë si fizikus. E vërtet, pajtohe me këtë. Mas lartë jo najtesh, më në gjyrën e mirë. Okej. Unë mendoj se për fillimet, kur e ndonë një person, edhim për shkak të karakterit e vlerësojnë, edhe se besoj që shumë rallë besoj që ndodhë që kjo, rallë e heqë, veç nëse, ku me di që ndodhë mas sa vjetë, ama nëse kështë ndodhë që kjo, ja kësha shpjegu që unë nuk jam në qase nivelli, ose në qatë perspektivën që shpeshe Po ka pas raste për shambull që 2 meq shumë të mirë kanë përfundu në martesë. Po, është me vërtet, po në atë razëve që ja kësha shpjegu, ama nuk besoj që ju kësha largu. A kështë pas qefti për shambull shokun e ngusht me pas partner tjetës? Se di, a konsiderohet si lidhje më e mirë? Nështë mundet mu konsideru, ama unë e kam një vije vendosi kur të shoh një person. Për shumë, e kam shok edhe unë e kam një vit kuqe edhe nuk e shkeli që ato. Edhe nuk e kam shkel deri sot. Ama kam pas rast që e kam pas shok edhe mas një kohë më ka thonë që pi pëlqaj. Edhe mas njëve që kena ndërprej shoqërinë. Jo plotësisht, tamam puna, ama a ke prit, a ke dyshu? Jo, se kom prit. Okej, vazhdojmë. A kemi në një replik? Unë e mendoj që jo, për që të arsye jam kondër, se gjithmonë, okej, nështë unë e kam atë vine kuqe, po ai personi tjetër nështë nuk e ka atë vine kuqe. Ti nuk mundesh me ditë kore dhe na femra ti kontrollojmë pak ma mire. Por ashtu nuk mundesh me ditë edhe çfarë shoqe të gjinis njëjtë e ke, për shembull. Po, ama menoj që për Po i ke një minutë, okej. Për që ata menoj që jam edhe kondër, se nuk gjithmonë ka me dalë diçka është në situatë edhe kur i je shumë e lidhë me qatë person, gjithmonë ka me dalë diçka që ty ka me qëtë. Po, është më afër. Janë dështë atë situata ai personi së që ka qatë shumë djenja për ty, po prap lidhën të situata dhe ndodhë diçka. Për që atë arsye jam kondër edhe nuk s'kisha pas shumë. A të ka ndodhë ndonjëherë? Po, kom pas rast edhe kom dëgju shumë rast edhe për që ata tashe me qëtë mendimin që jo. Po, përshë, kjo bazohet mi eksperienca personale për që ta s'munët me pas. E kire replikën, mësar që tash. Qysh ke reagu? Reagu shumë kretë, se unë e kom konsideru shumë shok, ndoshta dhe ajo tash më ka bo mu step prej, ndoshta shokve tjerë, ose diçka se gjatë jam atë mendimin, okej, po qka nëse ndodhë prapë që ajo, edhe që ajo dyqysh të ratë step, edhe për që ata e atë mendimin që s'ka shoqëri shumë të pastër. Okej. Edhe unë si përshijet jam për ju, në cëk, nuk mërë me pas mitësi të ofërt ose të ngusht mes moshullit dhe një femrës, për arsyet të ndryshme. Për shembull që ceki... Edhe me ju përmbajt pyetjes, mos ma haru që ishte qysh kishit reagu nëse miku. Kur ta shprej dashurinë shoqja ose shoku, atëherë se ke pas shoqe ose shokur. Ai ka kështu në një sy tjetër. Ti nështë ke pas i shok shoqe pa ai ju, ose ajo. Hajde Nor. Po, që kjo është për shembull që
ka njëherë për shembull shoqërit, si nga ana e djalit ose nga ana e qikës, shohin me një sy tjetër, sado që ti për shembull i beson vetes që nuk e sheh më shumë ma tepër, ekziston mundësia kur qëndron një kohë pak më gjatë se që duhet, ekziston mundësia për shembull mu lidh më shumë. E për këtë arsye nuk jam unë kundër me pas shoqëni djem, patjetër që nuk jam, po jo ndo kushte, edhe plus asaj ajo me kalu kohë më tepër se që duhet. Në rast se mu ma shpreh dikush, mu nuk më ka ndodhur. Nuk më ka ndodhur asnjëherë që ma shpreh një shok një pëlqem ose diçka. Ama nuk e di që kisha reagu, po besoj mirë nuk më kisha ardhur. Po nga njerë mitësit janë të tilla që një shok e një shoqe mund t'jenë edhe shok edhe shoqe, për shkak për ta kuptuar botën e gjinisë kundër, për të marrë mendime, ndoshta për... Miqësia bazohet në qëto, në emocion edhe në intelekt. Miqësi me një distancë, caktume. Realisht të në po, në kam shoqe, po nuk jam në taçi me të unë. Nuk prekna, nuk tash kur të prekësh të në kodë, nështë edhe kodë njeri na i qëllim. Se ki shok ose shok të Po, edhe është tjetra që nëse të ndodhë një herë, dy herë, nuk do me thonë që tash merë qaq traumë të madhe dhe mës me vazhdu mo. Jo, nuk do me thonë që traumë e madhe, është nuk ki dëshirë mo, adjen të kalu. Po, ajo është ndryshe, amo nuk do me thonë që krejt karakterit të njëta. Okej, ta respektojmë kontratrezia minutajën. Shkojmë me pyetjen tjetër nëse nuk ka replik. A ka replik? Po, Anita. Okej. A mund të keq kuptohet miqësia mes dy gjinive letë? E nisi me ju. Unë kom rast, që apjo kalëzë edhe një rast, po mdo kështë kjo temë ko ka përru. Me raste. Une, jem kohën të bledi diçka edhe kom pa një familjare dhe ma bën hajde apo shko me pi kafe, shkova me pi kafe shumë mirë edhe pesha një kojshike që vjen, adin endem ka njerë me mamin. Edhe ula me pi kafe, po më folë që shia e mirë, si më boas 10 minuta, mami jam të më thim telefon. A unë jo me fundi që duna me marrë vesh, që ti ki bo dashur ose diçka, do me thonë ajo e ka thonë atë mirë, o e parë që i këntone me një djallë shumë mirë udakshën, do me thonë se ka ditë që unë ato e kom familjar, e shumica e këtë kuptojnë, se na e kena pak edhe mentalitetin ma ndryshe, sidomos kjo mosha na e vjetër. Se kjo mundet me ndodhë, për dikush që nuk ti një, por me një mik, sa është keq kuptu për shambull. Në genetikë kemë, sa që thejnët në shqiptarët. Si ta këshyri mi për shumë në nashtë e ka djallë tezës, ose në i sen të ofërm, pas ka bo, frajer. Apo thu, mes aty në dëve, në tjertë. Unë e kuptoha që në mes aty në dëve, sa më nuk më keq kuptu. Jo, të tjerët, se Të tjerët, që për të tjerët. Pa jo, mund të Ajo ta keq kuptojnë edhe me gru thënë se qëjnë bashkë mire, li mu... Më nëjë që ka keq kuptime. Po, a më zakonisht, kur ti shoje një qike dhe një djallë, jo që detyrimisht janë ata qëfë, po zakonisht e kem një si para gjykime. Nëse do një mundeni me shku me pyetjen tjetër, nëse nuk ke, se na njemi të një orë për keq kuptime, kështu që s'po e futemi kësaj teme edhe aqë shumë. A du t'ju shqetësante nëse partnerja ka mikesh të ngusht të gjinis tjetër? Ajde, Besart, një minut. Jo, nuk kum shqetësën, s'kem qak të një minut. Se vrejët, unë e qashtu e kum kriju, unë vetë me Valirin i na konë shok në atë fillimin, e në gjohëm shumë më të njoni tjetër. Për shambull që shambull i ju? Po, e që ta shpëdu me dollë të një sen, është interesant, se për shambull në vorët, se zakonisht moshkujt... Mund të shme nga spjegu mas një. Moshkujt e pa vetë besim kryojnë si probleme, se e mojnë si shoqe, e zgudzojnë me i shprej dashni. Unë e gjatë të njetës këm pas shoqet ngushta, këm hala, edhe të shkollës mes me halo moj kontakte, po tash e bën... Komplet. Po, tash kanë rruku edhe jina largu. Po, nuk më ka ndodhë, dheri sët një femën që më ka pëlqy, tash e heq më, pisi e martu, tash, dhe më thonë një femën kër më pëlqen tash në që jemi martum, nuk afrona, vetë nuk afrona. Okej. Por kur më ka një ri, ja ku më shprej, tash s'ka lidhja lidhëm as lidhëm, po të dish që jetë më pëlqy, adin që mos me shudzu rastin me nejti si shoqe, veç me rëtëv. A ka shumë shok? Jo, zakonisht edhe i kem të përbashkët. Po, me qënë se një tash ma, po, një kohë gjatë, po me Valirin, për shumë, para se më janis nga konë shok, kështu, ma shumë kolegë, se ja këna njës pak me nejtë ma gatë, i këna shprej pëlqim, me njëri tjetër, jo me të zgatë, laf, kështë për të moj shoqe. Po kjo ndodhë të pas siguria e meshkëve zakonisht edhe shfrydzojnë tani... A të kishë mundë se Valiria kish pas një shok shumë të ngushtë edhe e thret për problemet e ti në 2 ose në 3 natës. Që janë këshilla zakonisht, sepse me mikun ose mikën
Po në natën nuk o mirë me thirë, kërkan. Hajde ka në Po, jo, ajo është, po që ta pëthëm varet për relacionit, që është ndërtohet, në varet sa ki besim partner, që është... Po si përfundim mundet me pas. Mundet me pas, dikëm, po nuk besoj që zakonisht, kër e ki shok, ja respekten familjen ose diçka, se mundet, nuk është me tirë, kërkan 3 natës, jem keq. Okej. Elda? Për kundrazi, unë e kisha dasht me gjithë një partner që ka shoqe. Edhe më kish do shumë ma healthy si person. E po e nëgjojnë, kam në shumë mirë, se ti shkëmben shumë eksperiencë me një kish shoqe. mujt edhe me më kuptu mu nëse unë e kisha pas najfar, whatever, pak natësia. Nuk i shkona ashtu që ti për i surprizum se kur s'ka pas gjithë një femnore ofër. Po se në shumë klishe në kërkesë. Po, edhe për mu i shkon shumë ma happy nëse një frajar jam ose një dashur jam e ka një shoqet ngusht, 2 shoqet ngusht, s'ka lidhe sa. Edhe i shkon... Ti shoqe tani. S'kisha dasht me hinë që atë aspekt as një pikë, s'kisha dasht është njën me përzi që ashtot, po për mu i shkon shumë ma mirë edhe më kish dok një njëri pak ma healthy për mu edhe ma gentleman se u rritë në qasi fryme. Edhe njerës që rritën në frymë të gjinis femrore është pak ma... Ndryshe. është pak ma ndryshe, po. Edhe vrejet një... Një sjellje, një respekt, një kujdes që... Një djallë që nuk ka motra. po. E di motra është interesant. Shoqe që janë interesant. Po unë veç me këto, s'pë di, për shumë se shoqe. nuk po thëmë që s'ka me pas kësh kuptime kështu edhe s'ka me ndodhë që dikush mu dashuru në ashtan shoqe. Po a egzistën e sinqert, po egzistën. Se thjesht e ki mardonjen intelektuale me të Jo nuk eksiston njeri këto. Edhe është ma... Jo, nuk eksiston. Mund kish pengu normal, me pas një misi tafë. Një vorët sa gjeles burri atë, në të sanës. Jo, edhe të gjelezia nuk kënë kjo punë fort se... Zakonisht valë që për ndërprej, zakonisht din gratë me gjelezu edhe në shak. I kushtën kohë ma shumë. E që të pëdhëm tani vëmendja është tjetër mua be. Gjelezia është ajo. Mun është po. Se tha këtë thire ta merë kohën e sanë. Najse, është e vërtet që gratë gjelezojnë edhe në shok. Familje të në. Se t'ja nisë mu të pru vëmendja dhe të ej. Okej, Pos po, më falë. Magnolia, një miqësime një Qysh kishe reagu? Po ja kësha ndërprej, ose e kësha thonë bëne me distancë. Ju bashkë... Njëherë njaftë këne dalë ka një orë. Bëne, ju bashkë miqësi në ngushtë, po bëne si kolegë, se gjithë kemë kolegë gjinisë të kondërt. One, gjithë kur që është i martu, mu se pa martu. Amo është një farë distancë atë, nuk është se shok i ngushtë, ose shok i ngushtë, do me thonë, me nejtë me ta shumë, me ullëtu Po me ti ta... më punë s'kiqore pa nejtë me të Po, shumë. ajo kolegë është. Për shumë, unë e valirës, veç kër e ka njështë lidhje si këmë thonë, Na e kemi shkallë pëlqef dikush më sërës, jetë së të ndry, se të merë. Nëse ka nej problem me ty, me shtjellu për shambull me gjinin e njej që Po, ka po, mu afru shumë, edhe me cilësu si shuq, ose shok ngusht. Po s'ka nevoj mu afru aty, se kur t'afruam po Na i pushem, ose na i trebu. Na i pushem, ose... Normal që ti nuk po thamë në heq, mos më pas kontakt me femën, ajo kuptohet, ty nështë ki një kolege, dele për një kafe, na i mua bete, kështu, po jo te për ashtu, nështë Që thonë 3 ura me apo thirë. dalim ose diçka, kur ti e një lidhje për veti, po foli, mu nuk më kish pëlqy. Tash si cili e ka besoj Po, për shumë të ne po du mu. kinë zinë, shpirtës. Po më dohet që... Se dhe shokët në ta thirë në 3 natës, i du le ku për shkatash. Që tani, 3 natës atë ti nuk duhet me thirë kërkan. Po, që të edhe ma e s'ka të bëja. Heq më një femër më thirë ose një moshë. Lenita na kalë. Po jena pak... Virginia kundër telefonat. Nuk jena robot edhe jena Ajo xhelozi. njerëz. Edhe në varësish për shambull gjatë qëndrimit shumë gjatë, mënet me unë gjolla ato ndjina sidomos edhe kur të rish dyqysh vetë, Po, një kohë jo, gjatë. ajo është Unë e po tërheqja tham, fizike të njerës është kështu. Po, Ose të klik që anin, ose është e qashtë energjia e plus trupët do me minus. thonë Po ti. me një herë ti si të shet dikon e dina E të qena vërtet jo. është, e vërtet. Amo jo, unë menoj që edhe kalimi i kohës e një njeri për shembull nuk mundesh me e njoft në sekondat parë, po për shembull me kalimin e kohës e një si shoqni, jo e ke pas një lidhje s'ka funksionu, këto ai shë që po të Ju mendoni funksionon. që me kalimin e kohës bëhet dashuria Po, ajo. po, fiks. Po, e nuk Sipas historisë ka ndodhur çashtu. po veç duhet me pas një limit gjithçka. Jo mu kon tepër të afërt. Unë jam kundër. Si ta afërsin, veç me ma spjegua, po menoni Jo afërsi fizike, jo, absolut asnjëherë. jo, po ti- Amo në momentin që te
kalon ma shumë kohë, për shembull. Lidhje emocionale kanë fjalë. Nëse ti kalon shumë kohë me Po qatë që njeri... emocionale, po jo romantike. Jo. Mund shme vos. Po emocionale pastaj bëhet romantike. Jo, zë me thonë, unë e menaj që problemet që kjo është veç ku njeri nuk është i knaqët me qata që e ka. Nëse ti për shambull jemi një Në të fundë se je single. Po, që ata për thëmë, jeni me Janë një probleme individuale, pastaj se cili me... Po, që ta përtham, po mitësi e vërtet është, to kënë mundet me ndonë, Po, ama nëse ti e një lidhje edhe nuk... Gjithmonë këm pas shoqe. Gjithë. Edhe gjithmonë i këm dalu. Ki pas shoqe ose kolege, ju Jo dhe shoqe, ose... për shumë që ta shkonë, pe bigit e kënina me santin rri shumë. As nuk e ka problem valide, se vret kur të rrinë dë njerë, Në vret që telefon ku shpërri. je, jo me santin që? Po në ka ndosë, disa ara ashtu, as se ka pas problem as valide, po asëne. Se njeri e vrejmë, për shumë, në ka ra me shkune për neja, je deh pak e sen, kur nuk të interesan as kur je i dehën, a kur mo te mu së të të vjeti njeri. Për që ata, je i knaq me vetën me që ata që e ki, edhe nuk do me thonë që se frajeri o të së... Shak, ose shak. A më këto në rase të rallë. Sherri që shkon më abeti edhe... Po që si tu shoka, këtë rast santin... Që vetë sa i thash. Mënë se... Okej, ata bëjë... S'ka gjeni, mo, kur e ki meka e s'ka mo gjeni e pjesë. A duhet partnerit të... Edhe t'lut na ka një minut me respektu, se si na të respektu këtë herë heq. A duhet partnerit të di çdo miqësi tuajën? Po që shëzohet, be ta për... Po nëse s'dihet tani që e së shoqe. Po. Që të Nëse që ka mo më shef, shëtësi edhe unë menoj që tani që atëherë Po njëjtë. duhet me pas diçka ma shumë se shoqe. Unë varet edhe çfarë partneri ki, për shembull si qifti ju që thoni jo, ajo... Eshteni me mojt Eshteni me mojt më shef dhe Eshte shoqëri. njëri luka, po. Ose edhe një muhabet që ka mujt me diskutu, i më shef biseda ose diçka e ti. Mushe me mojt më shef Ata moje. është mirë me pas se cili lirin e vetë, edhe nështë mos me keq përdur tani qatë liri që e jep një njani tjetëret. Unë e thash... Hajde qifti ju i qa thot. Unë e thash që ti mundesh me diskutu diçka të caktume, po jo me konë shumë lidhu me njëni tjetërin, që kjo është dhe me thonë që ka e më... A duhet me dit partneri për Po, pa krejtë dhe shoqe që i kam? Jo, edhe une nuk menoj që për shambull, nëse une menoj që nuk duhet me pas shoqe tipër ngusht, nuk do me thonë që une nuk ja lejoj me dalë me pi një kafe me një shoqe. Edhe normal që duhet mundi i lirë, më thonë, edhe unë mi thonë jo. Qa, për ki me dalë në s'ki... Jo me dalë. Veç më dalë Shi kolon, ku po dalë në shku. A, ndajmë kështu, gjelozat edhe... Po, për shetë ka e në gjeloza, këta nuk... Nuk jam gjeluze e hesh. Ja, shumë edhe flokë, Ti po je pak gjeloze, ma mërmenja. Të mund këtë argumentet kënë bazume në gjelozi, asë njës ke argument kështu. Jo, qëre se... Nazif, për ty e dina që e gjeloz. Nëse une... Grune ka ma gjelu. Grume kima gjeloz. Nëse une dalë prej anës tam, Edhe gruja gjeloze na të kena shtinë mes dy vajzave. Qa me bëta? Që hauni rejtë vogë në shpe, po s'ka një. Ti ka shoqe, ku është? edhe këtu s'po Kolegë. me pas shok, kështu që i rahat. Njëri E një të rëndësishme imëso. është besimi, ama prapë se prapë ekzistojnë këto mundësi për Po, i të i kalu kufit. Mos me egzistu më unë mitësi e vërtet është... Hajde, pyetja tjetër, Nora, a një hajde. që da e keni? Nora. Nora, okej. A flesin ndonjëherë për gjëra intime me mikun apo mikeshan? Besart një minut. Po di sa intime, po... Intime, çështje sekrete, Personale. për shembull, ke pas Po, intime, privatësi po. me valirën, e ke tregu me shoqën për me marrë një mendim. Ajo që thash unë në fillim. Po, në varësisht po edhe këtyne temave ju i ki vetë, për shambull, se nuk një në rahat Je për shkak tip ma gjinës. introvert, po. Se nuk një është rahat me gjininen e kundërt me full tema që jenë seksualisht intime. Që kështu për sekrete, kështu po pa problem. Po, okej. Ida? Për pjesën seksuale asone, së që kësha dash me Po, full. që në aty që po ke pjesë nuk shkapona. është një me fol as me një shoqe, realisht. Se është Po diçka dhe- personale e po, si dy në njerëzve po. që e As me kanë... një shoqe, as një A, për për shok nuk sekrete- besoj që diskuton gjana tina se Jo, janë po. shumë personale, për ndryshe nuk do të quhej qift dikush. Që ajo është ekskluziviteti Po, e kam fjallën për gjana private, për Private, shembull, okej. Po, pa tjetër. me ndoshta do një edhe- grindje me gjinin, me konflikte, me partnerin. Ato jo, në grindjet zakonisht i moj veç për vete. Edhe ajo është pjesë e jotja. Ose aty bjen me involvu, për shumë valirë në këtë rast. Ajo nuk është prezente, nëse diskutojmë hapën po. E tani bjen me full, si me shtimas shpine. Nuk më do këtë ferë me full problemet e mija me gru, me dikën tjetër. Po, Edhe është pak disrespectful nëse e bën qatë thënë. ajo është shumë disrespectful. nesër pa A këtu, për po, sekretet e tua, unë menoj që
Po mëne, ona për vete, po. I diskutoj. Normal, i diskutoj me familje, diskutoj me ndaj edhe me shoqni. Du me ma një perspektivë ndryshe. Prej shumë njerëz. Prej shumë njerëzve, që i kam të ofër të mitë. Okej. Ju? A keni në i replik? Jo, ne, për shambull, nëso diçka kisha mujtë me bisedu me partnerin tem, mu sqaru. Okej, ndoshta me ndonjë familjare, kisha pas ma atlet, mi kallëzu ndonjë shqetësim ose diçka ndonjë sekret, ama kështu në përgjithësi jo, kisha pas qef me personin që kam qatë sekret, ose mi mbajt pak ma private, se dhe për veti nuk është që kam qef shumë mi shfaq do antë mija kështu sekreti, kam shumë njerës të caktum, kitë më varet, po përgjithësi ma shumë familja që i kisha thonë une për sekretet mija ose për... Varet se e ki të Atëherë s'pas ofërt. ka miqësi, me qënë se jemi në një pikë që i besojmë për shambull. Mjerët këta kur të kryet emisionit se bujnë frajera, tani këta thojnë s'ka shok, bërë shok, ma vënë, që të mi thonë se kam shak. Ta bujnë të arrujnë screen record, ta bujnë sta dhe ta Jo, përdojnë. na kena Nuk shumë. kena qaj që ka du Jo, nari. pas ka, na dëshe. Kena shumë. Amo, unë jam tu e cek prej fillimi deri në fond, atë unë nuk Shukë, është shukë i nuk ngushtë rrim ose shukë? me shukë. Shukë dhe shukë që... Ajo më duket diçka që luan e motor, ka pak këtë na. Varet se e ki të ofërt. Për me realizu një bisedë intime që ke pyetja. Varet se e ki të ofërt, familjarë që da, pajtuna me kolegën, se shuqës, kolegën, pajtuna me familjës ose diçka ma të ofërt, kisha bisedu. Po shuqë jo. Sa i përket kësaj tema, unë e kam shok, kolegë që veç për shembull diskutojnë për punë, për na i sen ato këto diçka jo shumë Po jo, intime. se dini si të pjesë, jo s'pas këtë ngusht. Une ceka. Po, edhe bashkë du me cek që për një me mu kështu lofi ma shumë më shkon Kofe, mu i me me djem, pjellë, apo dikon der, po random nuk që është që qëllën unë i qatë. kaloj që ato limitja. Normal bëlla si Unë e grunë e kam shu për që punë, shak, ama nuk jo s'ka. na i sen për intimitet. Su më vinë mu asë shu që asë. Po dhe ato më nësh me pas, o më nësh me pas edhe tjerë. Gjithçka, Se me jo, thonë. Kolegët punës shu që shak. Po, nuk e ato Guzaj me e full. Kaloj me një pyetje. Se pas ke me veta. E shesh. Emisionin. Po tani pra pas kenë që a bëni mas nejde. Ka livrit. Veç ta lexoj edhe që. Pyetja, a duhet me ju tregu partnerit të gjitha detajet e bisedës me mikon ose mikën? Unë menoj që jo. Absolutisht jo. Du të m'ja lullëzu pak, në të Kur ta ishe full Jo mes. me alëzu, veç s'ka nevoj mu diskutu. Jo. Nëse më kalëzën ajo shoqja mu problemet veta, ajo është... Private e soj. Edhe unë menoj... Përse ata njeri ka mik të ngushtë, se nështë ta s'munësh do sene mi full me shok, s'munësh me vlla, s'munësh me... Se cile ka venin e vetë edhe ti e shpërndon energjin ka pak që mujtë mi diskutu këtë tema. Po është esenca që është gjini e kundërt, për shembull, a duhet me i tregu partneres tonë nëse ti tu fol diçka me një shoqe? Jo. Muj mi thonë qasë Ja, tregu biseda. A i tregon për shambull Valirës këtë biseda që i bën me Santianën? Jo, mëre, jo, veç qka din Valiria për Santin, qas i tregoj, po nëse më tregon diçka tjetër, normal që jo. Edhe pse po besoj Santi është e njëjtë me ty. Po, ajo ta rinë shumë bashkë, në fakt, s'ka diçka që më ka kalëzu që se... Po, gjithsesi... Gjithsesi, po, nëse nuk i kishë kishe do t'i shkon tjetër, kur që nuk e ka Valiria shumë të avërt, normal që jo. Asona, one nuk i kisha tregu se më kishtë dukë që më të e disrespect që atë njëre që ma ka tregu një sekret, ose dhe nëse nuk është heq sekret, veç më kishtë dukë si më gossip me frajerin tam hej, qërë se qa më kalzoj, dyqysh veç më duket që asë... Veç janë qifte simpatike ata që i diskutojnë këtë gjatë. Po, ama më kishtë edhe një njëre që kishtë dasht me ditë gjdo gossip që është një stem, veç Kish pëlqy. më kishtë pëlqy, së më kishtë tërhek si person. Si do më zinja ma shkullore nuk i ka. E cigoj, e qika dhe jo ka pa. Po, edhe ju që thot ajo, më nështë që ti thushti. Po, a diskutoni me Se këta u bashkë... përgjegjën... Po s'kam ta zdi pse partneri, ose shuqja A i ju. kishe tregu bashkëshortës që ka flet me një shoqe. Po, pa tjetër që po. Krejt, Po, pa hje tjetër. për pa. Po, pa tjetër, që ka ti thamë në asoj shuqës, do Me po ditë edhe gruja. Po, edhe unë menoj që për shembull nëse qatë bisedë që e kanë zhvillu ata dhe ti për shembull e kop një telefon ose diçka dhe ai insiston mes me hi qatë bisede, për menimin tam është shumë dyshus. Nëse për shembull thot që e kena fol normal shoqnishi, boza këtë okej, Dyshime. Jo, Okej, ajo është ndryshe. Mos mi kesh Jo, kuptoni përgjigj- këta. jam tum. Shuqja. Jo, nuk jam. Nuk u përgjigj ka i thonë ju A di që përdojnë me Gruja do thonë? me ditë, Këta, se unë duna mi mbroj dy ondë. Këta përdojnë me thonë që qifti është sikur me konë një. Edhe nëse partneri ta qetë sekretin, është pse me konë qift, pra. Në fakt. Mo nuk mundesh me Nuk më në shkrejt sa në Si vetë një. regu. Jo për shoqe, po që me orë të qëtash, kjo më thonë më kalëzu diçka më si kalëzë kërkujna, më si kalëzë kërkujna.
Së di që me thonë, është sekretin dy njerëzve. Është ke punë vetë sekreti këtu, ke punë për shembull krejt fjalë që ajo i falni, po i diskutoni, se nuk besoj unë që për çdo sen një shok ose një shoqe tregon veç një sekret, shkruan për një sekret. Ai shkruan edhe vesh për me bulla. Telefon ashtu live. Po dhe diçka një bisedë një diçka. Amo unë Unë veç mendoj që çaj njerëz që ka telefonin already s'është të besu. Edhe pse unë ja kësha lumë, whatever, nëse kisha ardhë puna dhe i që aty, unë mas asaj ku me qaj besime, qa ke me marrë telefonin tem, nëse se më beson, qa përren me mu. Po dhe se unë e menoj tani që është në pyetja i personi tjetër, se çka më ka tregu mu, nuk jam veç unë tani në qatë pikë, Ose ti që e ki tregu. dhojnë llogari partnerit tem. Është personi tjetër që ndoshta Edhe s'ka partneri dëshirë. duhet me të kuptu që ti e ki botën tonë, e ki vendimin tonë. Jo, po si Ina, mos të fol kërko për- muhabeti jam, është i Po dhe qa jo thash? personit tjetër. Ama son si jam pro mi tregu gjithë shka ashtu, jo, se normal njeri ka nevoj për pak privatësi, amo nësë ndodhë keq kuptime ose diçka, okej, nështë ta kisha bodë ndonjë që mi tregu qka që shtek, amo jo gjithë shka, se nuk ndodhë në regull, se secili ka nevoj për privatësi. Plus asoj na ekziston ato mundësit më ta përmesh, prapë nëse për shembull ke thonë një fjalë ma tepër, një fjalë ma pak. Qa po thot Nita? Po për shembull nëse ti i tregon krejt, nuk jam asuna përmis me tregu krejt, mi tregu krejt, se normal tani ekziston ai mundësia që diçka që ka po ma shumë ose ma pak, ta përmen nesër mas nesër. Kështu që, po prapë se prapë, do të më konë të je nëse ai e ka një shoqni tepër të mirë, duna me ditë edhe unë që e ka qatë Po, shoqni. a është pas taj partner ideal nëse e përmend? Edhe shfrytëzon Jo, tani këtu janë çështje Lojrat mira, këto janë drumë sa të lumëturisë në qeft, këto nuk ka. Çdo çift i ka të Le gritë. më bëmës më jap mundësi grus, mu ka problem që i bësh boring edhe të lenë. Po, e vërtet. Po. S'bën jam shela derë, kur. Le pa. Po kanë ndodhur të futbollisti i famshëm Lejte Kaka që u do gruaja Petivi që u konë shumë i respektueshëm, shumë i besueshëm, gjithçka e ka Po, është e besuar. vërtet. Ama është edhe një farë rreziku që është shumë i mirë tani. Po, dhe, s'do më konë shumë i mirë, me do një farë... Ka qenë atëherë, bashkëshortja ka dalë me deklarate dhe ka thonë, unë jom do prej këti njeriu për shkak që është shumë perfekt. Shumë perfekt. S'është interesant. Është interesant. E ka në atë besarti me kohë këtë sa. Për që ata unë rrime shumë që s'është E të rritë ma shumë. A të shkojmë një pyetje. Po, hajde, se shkum. Nëse miku juaj apo mikja ju kërkon të shkoni në pushime me të, cila do ishte përgjigjja? Hajde, që ta që tu bujtë. Ja! interesant. Hajde, Ilda. Unë e kisha shku, edhe gjithë shkoj me shoqni. Po edhe Një jo, me me një shok. shok. Veç me një shok, edhe nëse je në Edhe lidhje. nëse je martume? Nëse veç e kishe pas që si shoqënie shumë të mirë, ishe shku. Po. Qëre, i shkon pak absurde, nëse veç të kesh thirë, hej, apo vjen veç me mu. Ju zhë tani, kur e kam qatë shok, ka me pas edhe partneri jam, ka me njofë dhe ka me pas shok, edhe kisha ardhë edhe aje. A më po, kisha shku me partnerin tamë edhe me një shok tamen. Me sa për që si besoj vetit të qa shku. Vetë tash nëse s'kish dash me ardhë partneri jam, më Po jo, fëkoj si për kisha shembull, shku, ta se dëmë nëse se ka du me nevoj bo për diçka. ndonjë Nështë ti kish aplikim shok, për po partnerit nuk e shkollë, kosh ose, shok ato. Po nëse e kisha pas qatë me shok, pas. e kish pas edhe aj. E kish, po dhe nëse s'kish Kur me ta dash me ngjofni aj, familjar, Por në zemër, ne na bje me udhëtu për shembull me kolegë, mund Ajo të s'është pas as pushim, as me ti. Po, ajo është çështje Po, pune. mundet me konë, po ka udhëtime me shoqëri. Neve na ka rasti që me udhëtu veç me kolegë, veç me shok. Pa, ja kolegë është, po. Kamerman, Po ajo shofer. më konë shoki jote, ti nëse pa, kështë nuk- dash diçka. Pyetja ken pushime, pyetja ken pushime, dhe në relax. Shemina ko, që kena kryo dhe Vete pak kush pagun? Se që pagun dhe po. Pushimin për punë ko dallim. Mos të ndrojmë kontekstin edhe pyetjen. A do të kishin shku në pushim për qef? Këtu pyetja ke për Po, qef. shumë e kjartë, për. Po, jo. Jo. E ki shumë shok, a ishe shku për qef, po të thirë shoku, po të thot, i kom fitu do pare loto, hajde po shkojmë Hajde përshojna. ku dush. Nëse edhe kështë një dash diçka me bo dhe qëtu në Prishtinë E nuk kishe nalë bo. kërkosh. Se Edhe kësha vëllëm, gjithë me tash kjo shku është shumë, pushime. a vedin njerëzë mund të më doke që ditëshme, edhe normal vetë se në porë kësha vetë valirë, a bënë, se Po, a bë një pak është është një. që, sa për që si Ajo besoj s'kishton vedës, jo? më bëve isha. Okej. Jo, Jo, si qa shku. Që kjo që tash unë ma Unë me herët, thonë më bela. ashtu situatat e vogla të natë. E kisha marrë të valirën. Që kjo afirmiteti i tepër. Me shku shkën, po që shkëthejesh. po dhoma ti keni dome atje. Pa ti kime dal me ta, kime... Kime dalë edhe këtu.
Jem pushime ke Rruga, lopë. disa shkojnë Ju pe bëni domas... Po këna shumë gjeloze, po ju. Pushime si me një shoqe që shkon. Po këtu apëshe është pak edhe puna e gjenerata, ose ne i kam 15 vjetë martesë. Po. Edhe ato gjelozijat e pora i kumë posë edhe unë, në 2-3 vitit e Po varet nëse çfarë kohë. Po jo nuk unë gjelozije bre poshtë. Po jo, po janë do sene që ti ja qatë për shambull limit vetë, ose dhe nëse one egziston një shoqëni, unë veç nuk du me shku për shambull në pushime. Qush nuk du one me shku, nuk do të me dosh as partneri jam. Janë parime që i kanë si qifte dhe pajtojnë. Po, tani marrveshja me qifte Po, e kam një A kish bo me shku, kish bo, me konë që i ki renë. E kam një pyetje që i përshotet pak a shumë gjisojna, a do e pranorit miqësi nëse partneri kërcënon marrëdhënien? Nëse për shembull ti apo don që të shok a mu? Do të mu përgjigje në falë, veç se kam shpejt e arrej. Në momentin që të bëhet që kjo pyetje, dije që te ki fojt, si partner. E ke pru punën dhe që aty. Se në momentin që e din që e ki një shoqe gruja, ti ke bëhet diçka që ajo me thonë leshës një me ta. Ose ti ose aja ka bo diçka shoqja jute. Dhe femrat e në hosin këtë pjesë shumë. Po, si dhe që po, ose ajo, po ti, ose s'ke dit një spjegu, ose nuk Ose ka vrej diçka gruja. Ose diçka, po për ndryshe kjo kërkes nuk vjen... Prej mendjes shnosh. Tjetër muhabet është qifti i asoj që është edhe e ri, edhe mundet me konë fillim të lidhjes. është si janë gje rrethin, si janë gje... Po që plus halo pa janë. Dhe më varët këtë qysh ti, ke dit me spjegu që atë mardhoni edhe qa ke buhet që... So kërkes shumë e... Do të mu menua jo pra se me ta bu këtë kërkes. Nuk e kisha që është diçka personale që kush sun të shtin me zgjetë. Punin dhe i që aty se na po kupojnë, na mune me bisedë, unë e di qka donaj, qka zdan, nuk e kisha pru punin deri të qajo bised, a me zhjitha ta, apo ndo një shok tjetër, se nuk menoj që kisha arë puna dhe që aty edhe nuk... Kjo është e zakonshme, edhe me ndodhë në qifte, A më në qo se kishë ndaj kishe punën ajo se të ardhëmës asë njëherë nuk e dim, Jo, edhe unë me çfarë mundet me na prit, po qysh kishë reagu nëse partneri jo të thotë mos me najt me shokun, lën shokun. Në fillim e kisha pyet pse erdhë këtë pyetje. Për shembull, a ka vrejt diçka te unë ose te shoqja em, për këtë pyetje që nëse kish vrejt diçka, atëherë e kishe largu. Kishe largu miqësinë, gruaja sekët për shoqe. Po, unë po pajtona pak me Besorten që se normal për me ta bo qatë pyetje do të me pasu se ti gabem ose ajo, ama prap se prap unë menoj që nëse veç partneri arrin deri në një pikë që ta kërcënon një lidhjen tonë për shembull që e keni kriju bashk për një miqësi, unë menoj që edhe çatë sërë që ka me diçka dhe për mu disë. Po edhe nëse pola tjetër është... As nuk ka qenë mikë shumë i mirë, as nuk ka qenë shumë serios në qatë lidhja. Që bie miku duhet me të kuptu edhe në raport me partnerin. Nëse partneri jot është gjelos. Po, ama dhe me... Ti nuk mundesh, miku nuk mundet me të hy deri në atë privatësi që me ndiku partnerit të miku. Po edhe që kishë në t'jaun e urejqët. Amo nuk po besoj, me thona mua ato është. Po nuk po besoj që gjykot miko, gjykosh ti që ja ke pru punën partnerës më ta bu, më ta pru ty që atë zgjedhje me bu. Më të dhe miku, se ka vrej diçka gruja ose burri. Po, ama te ki ndorë situatën që mos me lëndu partnerën tonë ose partnerin tonë. Bën distancë me shukë. Nuk e ka të njëjtën relacion si me mu, si me partnerin tamë. Kështu që varet krejt prej teja. A të shkojmë edhe me një pyetje tjetër? Të fundit. Hajde. Pyetja e fundit edhe në fund pëja që esim vullën. Nëse të thratë në telefon partneri dhe mikja, cili do t'ja hapnit për telefonin të paret? Hajde, janë 2 thirrje për një herë, për shembull. 2 thirrje për një herë. Ka një herë 2 thirrje. Është partneri edhe mikja ose miku. Unë telefonin se hapi korë, që problem, do me thonë, po partnerit besoj. Partnerit, se guza mos ja hap? Jo, për ata mo po, partnerit. Partnerit, okej. Jo, Ilta? Nuk kam përgjigje. Është, të qysh nështë a 2 t'jo në zorë, edhe 2 për 2 të më dhe më zamra, se di. Maj 2 telefona. Telefona i maj, ose i zdi, ose sa u kësha qëri asë një unët. Prej sa një kone kështë tirë të paren, i bjen. Prap, dikon të paren e kështë. E disë, po... Burën e kështirë. A më varët kush e kështë... Po më varët edhe sa... Tash së di, ona halo nuk e më lidhe dhe nuk për di tash... Ja, problema. Edhe tash nuk e di... Pas ka pisor Amet, jo, halo. Normal, dohët partnerit mja qilë, më varët për... Varët qëfar relacionet... Po normal e kështu që do a era, ata një du për të
Po, nëse është mirë, nëse gruaja thirr Ai një ton, shpesh. po, ç'tash? Nëse gruaja thirr Po, tani shpesh ja më çel shoqës, se gruaja më. Qëllat të prën një qel tjetrës. Se kur thirr shpesh i u kuptimi edhe kur e ka për një Që Santi kur të më thirr me bo me konë urgjencë, më thirr me pare. Jo kështu në internet, edhe tani e ditë më këtë dyshka pas ka më rëndësi. A kështu Viber, kësi WhatsApp se artirë, e cili. Okej, kjo të regon se në fakt qifti duhet jenë edhe shok mes vetin në mënyrë që t'jemi të lirë, t'kemi shoqëri të pastër edhe të shëndetshme, por në anën tjetër ka edhe qifte që jetojnë mbi parimet e tyre, të marrëveshjeve të tyre që nuk do të thotë që jetojnë keq, janë shumë mirë edhe besa kanë ma pak obligime në këtë aspektin e daljes edhe të arsyetimeve për shoqëri, gjithsesi si cili e gjenë vetën e vetë. Unë ju thash fillim që jam pjo, kështu që... Po, dhe ata janë po, alo s'kanë që njëre kanë... Jo, unë jam për ta vlerësuar shokun, unë jam për ta vlerësuar anën e kundërt, sepse gjithmonë të duhet një mendim tjetër për gjinin e kundërt, kështu që lumë ne që kemi miq e mikesha. Tjetër. Pse po. Mikesha ju. Jo, unë për veti kam edhe shok, ama veç me limite. Po, jo, është me limit normal. Ka limite tani Bibian që... Se ki shok. Jam rahat. Po shoqërisë tu thi pak se... Pra, filloj shumë që të kom. Ka që saj përket emisionit e Djela Vlen, Besart, falimderit, Ilda, falimderit. Falimderit edhe juve që erdhët edhe e bëm një farë replike edhe një farë konfrontimi simpatik që kështu është jetë.